Mundësia e fundit të opozitës. Të enjten me 5 mars përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re institucionale nëse edhe sot nuk propozohet edhe një kandidat për president krahas propozimit që e ka bërë lëvizja vetëvendosje. Analisti Albert Krasniqi, duke shtjelluar këtë gjë, ka theksuar se për ta parandaluar bllokadën e re, që sipas tij po e kërkon Albin Kurti, opozita duhet formalisht ta propozojë një kandidat për president. Ai më tutje ka thënë se kjo mund të arrihet duke nominuar një kandidat të dytë për president krahas konjunktës tashmë të propozuar dhe duke qëndruar në sallë vetëm gjatë raundit të parë të votimit për t'u larguar në raundet pasuese. Thirrja e një seance të jashtëzakonshme për këtë proces mund të bëhet me 40 nënshkrime. Në këtë mënyrë aktivizohet rrjedhja e afatit kushtetues prej 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit. Nëse brenda këtij afati presidenti nuk zgjidhet, vendi shkon automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në të kundërt, duke filluar nga nesër, vendi rrezikon të hyjë në një cikël të re bllokade institucionale përmes manovrave procedurale dhe lojës me gjykatën kushtetuese, ku koha e zgjedhjeve do të diktohet nga momenti politik më i përshtatshëm për lëvizjen vetëvendosje, ka shtuar ndër të tjera Krasniqi.